Skandalin me mbylljen e 6 programeve studimore në Universitetin e Tetovës, deputetët e BDI-s e arsyetojnë me transferimin e tyre në Universitetin Nën Tereza që pritet të hapet në Shkup. Sipas tyre, nuk ka ndodhur asgjë e keqe, e cila do të duhej t'i shqetësonte qytetarët, por edhe studentët. Nuk janë mbyll fakultetet, pa ato transferohen në Universitetin Nën Tereza në Shkup. Nuk janë të mbyllura programet, nuk mundemi të themi se janë shkurtuar. Ato programe studimore transferohen në Universitetin Nën Tereza në Shkup, edhe nuk ka mbyllje të programeve. Zyrtarisht, as sot nga Ministria e Arsimit nuk u prononcuan rreth këtij vendimi, i cili u mor në heshtje vetëm 5 ditë para përfundimit të vitit. Numri 1 i arsimit Abdulaqim Ademi sot nuk u paraqit në asnjë event që të mund të përgjigjej sepse pikërisht në këtë kohë është marrë vendimi për mbylljen e këtyre drejtimeve dhe pse nuk është treguar me kohë se hapja e Universitetit të ri në Shkup është varur dhe varet nga mbyllja e drejtimeve në USHT. Heshtje edhe në USHT, as nga ky institucion nuk u prononcuan me arsyetimin se gjithçka do të tregojnë të hënën e javës që vjen. Ndërkaq, profesorët e USHT-s të kontaktuar nga televizioni Shenja sot nuk pranuan ta tregojnë qëndrimin e tyre nëse pajtohen apo jo me vendimin e Ademit dhe të BDI-s për mbylljen e këtyre drejtimeve. Qeveria VMRO BDI me ligj të posaçëm mbyll 6 programe studimore nga Universiteti Shtetëror i Tetovës. Sipas nenit 5 të ligjit për plotësim dhe ndryshim të ligjit për themelim të Universitetit Shtetëror të Tetovës, mbyllen 6 programe studimore në Universitetin e Tetovës, të cilat janë ndërtimtaria, arkitektura, mekatronika, inxhinieria e transport komunikacionit, gjeodezia, gjeoinformatika dhe inxhinieria ekonomike.